Ne duhet të kursejmë energjinë si pikë e parë, duhet të mos harxojmë ujin e pishëm pa pikë nevoje, që kemi zakon, domethënë kjo është diçka që ne jemi rrit me to, edhe duhet vëdisojmë gjithë ngadalë. Kontributi jonë secilit prej neve. Secili prej neve thash edhe më parë, ka 2-3 rrymë sa i përket se si e shohim gjenerimin e energjisë, a du të mbështetemi te fosilet, që të gjenerojmë, që të zhvillojmë sa më tepër që të gjenerojmë ndonjë mundësi që mos kemi nevojë për fosile. Domethënë kjo është edhe ajo idea atyre që e përkrahin idenë e gjenerimit të energjisë përmes fosileve. Por kemi edhe ekran tjetër që mendojnë që duhet qysh tash ose qysh moti duhet kalojmë në energji të ripërtëritshme. Domethënë në të dyja rastet ne duhet të kursejmë energjinë si pikë e parë, duhet të mos harxojmë ujin e pishëm pa pikë nevoje, që kemi zakon, domethënë kjo është diçka që ne jemi rrit me to, edhe duhet vëdisojmë gjithë ngadalë. Duhet që të kujdesemi se ambienti në rregull është nëse jo vetëm ajo se sa kujdesesh për ambientin jashtë, por edhe për vetveten tonë, domethënë nëse ty nuk të pengon me dalë për ditë, me pa veten në një ambient që është plot me plera para dere, atëherë ku jemi nis na përbëj. Domethënë kjo është e para, do të jemi